Ky mural këtu, që është i vendosur në zemër të Prishtinës, është një akt i kujtesës dhe i respektit për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky mural është nderim për çdo grua dhe burr që mbijetoi këtë krim të tmerrshëm të luftës. E përgëzoj edhe një herë presidentin Jahjaga për këtë iniciativë, për cilën jam shumë i lumtur që ne si kryeqytet kemi pas mundësi që sadopak ta mbështesim dhe t'i japim hapësirë kësaj pjese të historisë sonë të përbashkët. Ky mural do të mbetet këtu për gjithmonë, që edhe kalon për secilin që kalon, pra ka me pas një kujtesë shoqërore, një kujtesë kolektive në për të cilën ne si shoqëri kemi kalu, dhe tregon që sakrifica e këtyre të mbijetuarve të dhunës seksuale është vetë themeli i paqes, i lirisë, i demokracisë që ne sot e gëzojmë si qytetar të kryeqytetit e të gjithë Kosovës. Prandaj urime Prishtinë, faleminderit shumë presidenti Jahjaga për këtë iniciativë të mrekullueshme. E paqim këtu si një kujtim të mendësisë tonë kolektive e të mos harrojmë kurrë. Faleminderit.